Kjo është një tragjedi e rëndë që ka goditur Ukrainën, domethënë ka qenë dhe është e dyta brenda 10 ditësh, mbas asaj në krevoi rrok. Dhe është shumë interesante nëse do të shikojmë kur ndodh, gjithmonë kur ndodhin, domethënë në prag të bisedimeve paqësore, forcat të saktuara, si në Ukrainë, por edhe në Rusi, mobilizohen për të krijuar situata të tilla, sepse nuk besoj njëherë mund të jetë rastësi, por përsëritja e këtij skenari mund të jetë shumë e dyshimt. Pra dikush, më fal, edhe mua më ka shkuar në mendje kjo, më thash, jo, është shumë diabolike. Pra, domethënë dikush do t'ia fusit Putinit. Pra në momentin kur është afër paqes, dikush bën gjoja një gabim, pra nuk kemi të bëjmë me një incident. Kemi të bëjmë me një krim me dashje. Nuk është se duan të godasin Putinin. Po Putinin në fund ai e paguan faturën finale. Domethënë këtu flitet sidomos për tradhti nga ana e Ukrainës karshi ushtarakëve të vet. Nga njëra anë domethënë ka pasur një domethënë në Rusi thuhet që kanë hedhur Ukrainasit vet, domethënë i bie. Jo, shpjegoj, bliti ta mbaroj. Ka marrë koordinatat kanë ndryshë. Ma thuaj, po e son, ta mbaroj disa pse. Sipas agjenturës ruse, domethënë ka pasur një grumbullim dhe një kremtim të një organizimi ushtarak, një brigadë ushtarake ukrainase, që vendosën në kohën e luftës, në zjarrin e luftës, të organizonin këtë moment solem duke mbledhur ushtarakët në Sumi, në Universitetin Shtetëror të Sumit. Dhe në atë e morën vesh shumë veta. Nga ana tjetër, agjentura ruse në terren të sigurisë. Njëson, mund ta bëjmë pak debat me Gozja, se Gozja ka shoh që reagon gjatë kohës si ju rrufe. Çfarë nuk je dakord Gozja? Para nuk jam dakord që kemi të bëjmë me atë që thot zoti Misha që personazhet caktuara brenda Rusisë kanë bërë për të prishur punën Putinit. Atëherë kjo është një goditje e programuar, e bërë me raketë Skënder. Raketat Skënder nuk mund të lëshohen pa miratimin e shtabit të përgjithshëm të luftës, pra shtabit që drejton luftën nga Rostov-on-Don. Pra nuk kemi të bëjmë këtu se lëshoj një komandant i një brigade ose komandant i një batalioni, edhe ai mund të jetë një rebel i cili nuk i pëlqen bisedimet që po bën Putini me Amerikën dhe mund ta bëj. Lloji raketës që lëshuar, raketë balistike Skënder lëshohen vetëm me miratimin e shtabit të përgjithshëm, pra nuk mund të lëshohen ndryshe këto lloj raketa. Kështu që nuk kemi të bëjmë këtu me një diçka që ndodhi rastësisht ose e para. E dyta po, është vërtetë që thoni që ka pasur një kremtim, ka pasur një ceremoni ushtarake në qendër të Sumit, edhe një paradë ushtarake për kremtimin e përvjetorit të brigadës të 117 të forcave territoriale të Sumit. Dhe për këtë arsye edhe parlamenti Ukrainas ka hapur dje ka ngritur një komision hetimor për arsye mbi të gjithë zyrtarët civil të qytetit të Sumit, të cilët kanë organizuar këtë. Nuk është e vërtetë, dhe tani mohove atë që tha Misha. Cili është varianti jot? Goditja ka qenë sepse kjo është programuar në rrjetet sociale, është paraqitur që do të bëjë kjo ceremoni që para një jave, pra nuk ka pasur nevojë për shërbime sekrete. Putini ka lëshuar në qëllimshme. Është goditur nga shtabi i përgjithshëm i ushtrisë ukraine, i ushtrisë ruse ka goditur direkt si objektiv, pa e ka pasur si objektiv këtë, pavarësisht se civil, pra autoritetet civile kanë thirrur edhe civilët në këtë aspekt për t'i bërë si mburojtje në mënyrë që mos të sulmojë